Pra, këtu është çështja, është mirë apo keq. Ata për mua amerikanët e bën keq, sepse e nisën politike dhe kjo zgjati, po për ta unë them një gjë, Lirë, nuk e di ma mbështet apo jo. Për ta nuk është një gjë, një eksperiment 10 vjeçar. Qoftë i suksesshëm, po qoftë i dështuar. Siç thotë ka dështuar edhe në vende të tjera. Edhe po dështoi. Ka dështuar edhe këtu, edhe po dështoi këtu reformë. Edhe po dështoi. Ore nuk mund të punojnë organizma paralele, tash kjo është çështje shumë e gjatë, po më prunë këtë Belerin mbrëm. Po si ka mundësi, more zotëri? Po nuk e du, mora. E kape me Belerin nuk e du me Partinë Socialiste. Po nuk e du asnjë. Po si mund të shkojon këty në protestë kur syri net, më del mbrëm, më merr Belerin dhe flet Beleri për drejtat e njerëzit, dhe flet Beleri për protestën, flet Beleri për korrupsionin, një njeri që i ka gjitha dhënat, i akuzuar për vrasje, që ka vrarë ushtarët shqiptar, me këte do të mbrohet, po unë këte opozit kur mos ardhë, dhe ngorë të të kosht. Ja po e them copë, ngorë të të kosht. Po si vjetë turp tyre, more, vinë me Beleri, si vjetë turp, more. Shiko. Po si vjetë turp atë krasës, more. Ne po diskutonim. Po si mund më marrës ti mush Belerin për drejtat e njeriut, po a kanë një ndjesi shqiptare këto, a kanë një vedije këta njerëz. Si më mund të merret Beleri, po të dhjeshta edhe Bashkimin Evropian edhe BE-n e gjithë kush e ka bë Belerin aty. Po ta them sot, se është një maskaradë turpshme në Europë i ndërparë dhe kjo Europë e qelbët do më na thonë me men kur këto janë një bordel për vete. Bordel është bo. Bordel është bo me çështjen e psen, bordel është bo me korrupsionin, bordel është bo Europa vetë. Hajde tash, si vjet turp këtyre palaçove. Tyre palaçove.